Pas shumë episodeve që kam shkuar në çdo cep të Shqipërisë, ka ardhur momenti që të vija në vendlindjen time në Lushnjë dhe e kemi nisë këtë episod pikërisht me këngën e asaj, Façezelës, ikonës së muzikës shqiptare, e cila në fakt vjen pikërisht nga ky qytet, nga Lushnja. Vaçja është e vetmja artiste e cila ka fituar 11 herë festivalin e këngës. Jam i sigurt që nëse ajo do ishte sot aktive në tregun e muzikës, do ishte një nga emrat më të shuar të muzikës ndërkombëtare, jo vetëm shqiptare. Por nga Lushnja ka dhe emra të tjerë të njohur si Margarita Xhepa, Ndriçim Xhepa, Ilia Shyti, Vatko Reshi, Roza Axhiu, por është dhe Fatosulo. Dhe pikërisht sfida e këtij episodi do jetë që unë do mbledh firma nga patriotët e mi për të shpallur kryetari i ri i Bashkisë së Lushnjës. A do më pranojnë apo jo? Çfarë premtimesh kam unë për t'i dhënë qytetarëve të mi? Do e zbuloni pas pak, e jani. Dhe në fakt nuk ishte si të mungonte kapelja e famshme e Fatosës së Lushnjës. Unë sot garoj zyrtarisht për kryetarin e ri të Bashkisë Lushnjë. Ky është posteri im zyrtar me sloganin: nëse je lushnjar, voto një superstar. Çfarë ka Lushnja që ti mungon një kryetar superstar? Shumë premtime, por do i zbulojmë avash gjatë gjithë këtij episodi. E jani shkojmë të mbledhim firma dhe të mbledhim sa më shumë vota. Si jeni çuna? A doni që unë të shpallem kryetari i Bashkisë? Firmosni pak këtu, ju lutem. Faleminderit, firmos dhe ti. 2 votat e para i kemi, para Lushnja! Unë po mbledh vota për të shpallur kryetari i ri. Nëse je lushnjar, voto një superstar. A mund ta japësh një firmë për mua këtu Xhaxhi? Po. Fatosi përfitore. A e dini se çfarë do ofroj unë? Unë do ofroj që të gjitha këtu në mes një herë, unë do bëj një super shatërvan. Siç e ka Fontana di Trevo, unë do e quaj Fontana di Fatosi. Një bus shumë i madh që t'jetë atraksion i ri turistik. Inshallah, kish mbet zotit. A mund të thuash Fatosi para? Po, Fatosi para. Ti bën busin tën, po unë çfarë përfitoj? Do vinë Do bëhet turistët. busi jote? Do vinë turistët pra. Turistët vinë për mua. Po do vinë turistët pra, rritet ekonomia e Lushnjës. Madje do ju ofroj shalqi falas në çdo shtëpi. Unë nuk kam nevojë shqyrë zotit. Pra ti nuk e jep votën. Për asnjë, jo për ty, jo. Goca! Yeah. Mirë, hi! Tani unë, si lushnjar i denj që jam, po shpall kandidaturën për kryetari i ri bashkie. Di çfarë do ju ofroj apo jo? Çdo rrugë do ketë emrin tim, që ju mos ngatroni më, jo po isha këtu apo këtu, çdo rrugë Fatosulo. Këtu do keni një bust me shatërvan, si Fontana di Trevo do jetë Fontana di Fatos. Ju e keni mbaruar shkollën? Brezi i ri do ketë lëndën fatosologi, do mësojnë çdo gjë për mua, do hap vende të reja pune, asistent për mua, make-up artist, hairdresser, çfarë janë gjitha këto. Pra Lushnja do hyjë në një epokë të re. Do ketë dhe kartë monedha të reja. Jeni të interesuar si do duket kartë monedha e re? Shika. Ja. Perfekt. Tregoja? Kjo është një pesmishe. Pra Lushnja do mbizotroj mbi mbyzeqen, mbi gjithçka tjetër. Dhe për këtë më duhet thjesht firma juaj për të mbështetur një djalë të ri të pasionuar. Kam vetëm 3 firma deri tani. Shumë faleminderit vajza, ju po që e mbështesni Lushnjën dhe rinin e vërtet. Para! E di çfarë do ju ofroj unë ju? Vende të reja pune. Unë s'dua punë fare, vetëm ti të bësh kryetar bashkia. Sa e mirë, jep e çik firmën këtu. Ku e do? Ja, mu këtu. Timen, vetëm Tandën, po, firmën. vetëm firmën. Apo, shfirmë. Je shumë e mirë. Edhe ti Zoti i merr bekoft inshallah. lushnjarët. Tjetër, çfarë dëshironi që t'ju aplotësoj unë? Nuk do më jemi mirë me këtë gjë. thua që nuk rritën më. Si? Kështu thua nuk rritën, në bë. Nuk i rrisu, nuk e njeh unë. Nuk e njeh. Unë them nuk rriten, do ju qëndrojnë kaq. Çfarë unë? Atëherë ti do votosh për bustin, për shatërvanin, do bëjmë një shatërvan aty në mes. Mjaftë. Do vazhdosh ti? Plasa për lashe dhe më në ujë. Po i ka Madina. A do firmosni për votën tuaj? Ja me firmë votën. Nuk e jepni votën. Me firmë jo. Po ju zotëri? Dhe ka marrë të shpall kandidaturën për kryetar bashkie. Ata mush syrin? Jo, nuk më mbush. Pse? Ti si ke dëgjuar premtimet e mia? Po nuk i dua fare. Unë të ofroj rrugë me emrin tim, boost me emrin tim, leku do ndryshohet, kartë monedha do jenë me Në fitur. rregull ti vaj, rrugët ti këndesh ti unë. Hajde. Nejse, ti që ke vesh shumë bukur njërë që ke jull bote. Edhe pse nuk ma jep firmën, unë prap të dua. Hajde. Para Lushnja. Kemi disa firma, do ndihmoni edhe ju me firmën tuaj? Por.
Ua! Lushnjarët e mi janë gjithmonë bashkëpunues. Pa, çfarë firme. Faleminderit. Ju nga vini se s'dukeni si autokton. Po jo, të jeton në Angli. Jetoni jashtë? Të Anglia. Ai kemi anglez. Anglez apo shqiptar që jetojnë në Angli? Ah. Thank you very much. Oh, you are very welcome. I was gonna say a word like very selfish, everything with your name. Yeah, but this the point now. Being selfish is the only way to win. Yeah. Bëjt fala mbretëreshës, apo iku mbretëresha. Kush kë keni ju tani? Kingun, fala Kingut. Tani unë do ju them premtime dhe më shikoni dhe më thoni kush do e mbaj dhe kush jo. Unë ju ofroj çdo rrugë do ketë emrin tim. Në shkolla do futet lënda e re fatosologi, bursa të reja, do ketë ujë dhe drita 24 orë. E keni ujë dhe dritat? Okej. Do keni kartë monedha të reja me emrin. Po pse kartë monedha të reja? Kartë monedha të reja sepse të vjetrat janë më kështu, kjo është më e bukur. Shife, kam dalë dhe unë. Po thashi jo, po them pse të reja dhe jo ato. Po se kam dalë unë pra, do jem unë kryetari, do vendoset fytyra ime këtu te kartë monedha. E kupton? Iku kjo. Iku. Dhe pensionet nuk do rriten. Po pse? Po unë nuk gënjej. Po ja ti nuk rriten se nuk i rrit dot ti. Po pra nuk e rris dot unë, nuk gënjej të paktën. Jo, po unë kam dëgjuar që nuk rriten edhe prandaj, nuk rriten e lash. Sola ti bëj kërkesën. Unë ta bëj kërkesën time. Tani si të Tani unë të premtoj që do e bëj kërkesën, më jep një firmë këtu siç kanë vënë të tjerët dhe jemi të kryer bashkë. Ju të tjerë do jepni në një firmë si çdo zotëria? Bravo. Vetëm firmën ti. Këtu, Vetëm firmën do? vetëm firmën. Mjafton firma jote. Ku të duash? Ti bëj kërkesën aty ata ndashta rris. Më lejoni që t'ju ambaj pak çadrën 2 sekonda. Unë jam Fatosulo dhe vi për të kandiduar për kryetar bashkie. Unë do ju ambaj çadrën gjatë gjithë mandatit tim. Unë do bëj rrugë të reja me emrin tim, do bëj një boost me emrin tim, do bëj kartë monedhë me emrin tim. A jeni dakord ju dhe të jepni firmën tuaj për të mbështetur rinin në të ardhmen? Ne do të japim po këto rrugë të japin firmën. Këtu rrugë e kanë dhënë gjithë bashkëmoshatarët e tu. Ajde! Jepe mu këtu. Inshallah e bën më mirë të tjerë. Inshallah e bëj më mirë. Po kush e di më Tani unë pensionet nuk i rris. Pensionet unë nuk i rris. Po ju Apo s'kërkon njëri pensione. Jepe firmën. Çfarë muzike po dëgjoni? Più grande successi, po pse dëgjon muzikë italiane më burr? Është italiane. Çfarë muzikë është kjo? Amerikane? Nëse e ndalon pak se kam një lajmërim të rëndësishëm për të bërë. E shikon këtë posterin? Këtu jam unë. Dhe unë po kandidoj për kryetar bashkie në Lushnjë. Nëse je lushnjar, voto një superstar. Që të mbledhësh ta njerëz të tjerë, do t'i vesh ku i kanë hallet. Ku i kanë hallet lushnjarët? Çfarë mund të thuash? Halli para është që lushnjarët dun punë. Dun punë. S'ka vende pune. Harrova t'ju thoja, do hapen vende të reja pune? Jo, do të vesh ti marrësh ata. Ku ti marr? Po këtu tokat janë bosh komplet. Po më dëgjoj pra do hapun vende të reja pune? Jo, pra? s'hapti vende pune. Nga e ditë? Shko, vende të punës me këtë lloj sistemi që është, nuk i hap Po ja pra, ti s'më dëgjove deri në fund. Unë do hap vende të reja pune, do ketë asistent për mua, do ketë make-up artist, do ketë stilist, do ketë masazhator, çfarë do që më nevojitet mua dhe do hapen vende të reja pune. Vende pune mund t'i hapësh vetëm duke i marrë njerëzit, duke i integruar me punën. Ti do merresh me njerëzit të integruar me punën. Tjetër. Që të futë njerëzit. Okej. Se ky lloj sistemi, edhe një që është kapitalist i madh, ka 600 miliard, 300 miliard dollar, nuk hap punën. Ai do ta shohë punën e tij, kysh punon ti, ti punon ti. Yeah, Pastaj dhe unë të ty. you better work, bitch. E ka Okay. thënë Britney Spears. E vërtet. Jo, unë se kam dëgjuar kush e ka thënë. Po e ka Po, thënë Britney Spears një Jo, këngëtare, nuk më vuaj. flet, mos më vjen sa fare se kush e ka thënë. Ky është mendim që ka dalë nga populli, jo se pse unë. As ai që ka thënë është budallaj, një ram. Jo, nuk Kjo është është, jo, nuk është, kjo është sene popullore. Këta më disa më ta kanë thënë? 100 miliard, 200 miliard, 300 miliard njerëz. Pse bota nuk është se ka filluar para një muesh, 2 muesh. 600 miliard. Tani më thuaj çfarë kanë hallet tjera lushnjarës që ti më Alle shni. para janë për punë. Iku puna tjetër. Po integrimi me jetën që rrina për shtëpia, Rrinë për shtëpi, po dilni unë, ju e kanë thënë që s'dilni ju? rrina për shtëpia dhe Keni gjithë të shesh këtu. presin t'ja bjen të jetë gati.
Për tac, pra ti po na quan për tac ne. Po firmën nuk ma ve. Po qa firmë të japë, unë Po ma jep një firmë. Jo, një firmë do ma japësh mua aty. Firmë të japë shko atë tek ata persona, merrin xhivin nga shtëpia ata dhe thoj, "Ora ti, mo rrini këtu se po dallejnë thoj, ç'a drejtë bëni këtu jetë ore? Veni shkoni shko, mësoni, bëni integroj me punën me jetën." Pra, duke njohur me këta, atëherë ora dalë se ky e ka mirë. Po firmën mund të jepën kohë, kurse firma nuk ka vlerë. Ka vlerë puna. Po pra, po ti nëse ma jep mu firmën, ti jep mundësi një të Jo, riu, ti jep mundësi një të riu, ecën përpara, lushnja, këto gjë që ti mi the, unë i fiksova në tru, do i zbatoj. Ti nuk më jep mu firmën, ti jep pengesë për lushnjën, o vlla. Jep pengesë për lushnjën. Shpallesh armik populli. Faleminderit shumë. Faleminderit, ç'a them? Ç'a kërkoni ma nga unë? Unë jam Fatose dhe po garoj për kryetar bashkie në Lushnja. Mirë ke në ata gëzosh. A ja vlej unë, thua? Shiko e kam shalqirin mu në zemër. Unë jam për ju jeni për mua, kështu është bërë kjo botë. Keni këtë kartën e re, kjo do jetë monedha e re me fytyrën time, masi të shpallem kryetar. Çdo rrugë do ketë emrin tim, do ketë shkollë lëndë të reja, do ketë pensionet nuk do i rris. A nuk do t'i rrisësh pensionet? Sepse unë nuk gënjej, unë atë që e kam, ta them troç. Po pensionet duhet t'i rrisë. A që kam unë takatin. A që ke takatin. Pak të nuk të gënjej, unë të shoh në sy dhe them nuk do i rris pensionet. Po. Të shoh në sy. Dhe them nuk do i Janë rris. vetëm për pensionet. Vetëm për pastaj tjera, tjera shalqi, ç'a doni? Ç'a doni? Shalqi falas, do plasë shalqiri i vëmçes. Dhe një firmë këtu. Edhe një shtrëngojë çik se t'u bë mirë. Të thon pastaj ka ble vota. Pastaj e mbaj unë. S'na. Kujtë fry. Fri pra. Është Faleminderit para lushnja. Dhe shalqi falas për çdo person i cili përdor kodin Fatos 123. Pse jo, shumë mirë është. Firma juaj këtu dhe ndihmoni rinin të ecë përpara. Po bëj edhe me gisht, bëj kështu, me gisht. Vul. Bravo, para lushnja. Fatosula për kryetar bashkie. Për Lushnje? Po. Nga është ky Fatosula? Nga Karbonara. Po vend pune do hapi ky vend e pune? Po, do hapi vende të reja pune. Ku do të gjej vendet e punës? Po ja, do bëhen asistent për këtë, hairdresser, make-up artist, çka ka nevojë ky do hapi vende të reja pune. Ju besoni te ky? Tani unë nuk e njoh si çonë. Unë nuk e njoh. Si fytyrë. A të duket si fytyrë e njohur? Ti je vetëm. Po unë jam pra. Ti ke miku jon? Po, këtu do. Pa. Tu mund lulet vallit për e. Tahtil Dervishi. Okej. Okej, shkruaj. Tani ndodhem në shtëpinë ku është mbajtur kongresi i Lushnjës në 1920. Ky vend është vendi pikërisht ku mori kthes historia e Shqipërisë, ku kishin vetëm dy zgjedhje, Tirana apo Lushnja. Kush do të ishte kryeqyteti i Shqipërisë? Zgjodhen Tiranën fatkeqësisht. Por çfarë do ndodhte nëse do shpallej Lushnja? Një gjë është e sigurt, shalqiri do ishte fruti nacional kombëtar, madje ndoshta edhe ngjyrat e flamurit nuk do ishin më kuq e zi, por kuq, zi dhe jeshile, siç është në posterin e kandidimit tim. Përpos shakave, unë kam mbledhur, nuk e di priti numër 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 vota. Nga këto 20 vota, 20 unë i blej, vend 20. Edhe 20 nga Instagrami, vend 60. Edhe 20 marrë nga TikToku, vend 80. Po, hajtë më marrë dhe ca familjarët mua do më votojnë fisi. 100 vota i kam gjatë garantuara vetëm me një ditë punë. Imagjino ta marrë seriozisht këtë gjë. Nëse episodi i Lushnjës do vazhdoj, tani do shkojmë në një vend shumë të rëndësishëm për mua, aty ka nisur gjithçka. Nuk e di a ju a merr mendja ku do shkoj apo jo? E jani më ndiqni. Pas 10 vitesh rikthehem në shkollën time të 9-vjeçare Systen Xheka. Këtu është vendi ku unë jam formuar dhe jam ky Fatosi që më njihni të gjithë sot. Në fakt kur isha i vogël, këto shkallët më dukeshin të pafundme, shumë të mëdhaja, nuk e di ndoshta kur je i vogël bota të duket më me shumë ngjyra dhe më e bukur, kam shumë nostalgji
10 vite pa ardhur në shkollën time të fëmirisë. E jani të shohim nëse ka ende mostues apo jo. Ua, nuk e keni idenë se sa shumë ka ndryshuar. Më përpara deri këtu kanë qenë këto shkallët, pastaj kjo ishte një fushë e madhe. Nuk e di a ka ende mësues, a janë mësuesit në punë se është fundi i korrikut. Komplet ndryshe. Këtu ka qenë një balkon i madh. Ky kati i dytë këtu nuk ka qenë e gjithë fusha ku ne luanim në orën e fizikulturës. Nuk e di, është bërë komplet ndryshe, nuk e di a do ketë ndonjë mësues apo jo. Ma duket se aty është Sysh Albana. Jani ta surprizojmë. A pranoni ish nxënës? Zysh, si je? Sa mirë. Jo ishtë nxënës, e ka pranuar. Sa ti ke lënë gjurmë në këtë brezë, që je rritur këto në këtë shkollë. Ua, jam shumë i lumtur që të gjeta dhe nuk më shkoj rruga kot. Faleminderit, mirë se erdhe Fatos. Mirë se të gjeta. Sa mirë. Pri të vendos mikrofonin? Patjetër, faleminderit. Ua, sa mirë, sa madh. Fatos i vogël. Fatos i vogël? Fatos i vogël. Erdhi tani në shtëpi. Sa mirë, mirë se erdhe Fatos. Ty po shumë ndryshime në shkollë. E mbaj mend ka qenë komplet ndryshe kur kam qenë unë nxënës. Shiko. Jemi përshtatur infrastrukturës së kohës. Normalisht, tani ne ndjehemi mësuesemi të shkollën e re. A do bëjmë një guid bashkë të shohim gjithë ambientet, se jam shumë kurioz. Sa kënaqësi e Fatos. Patjetër. Shkolla është 113 vjeçare. Është tempulli i dijes, një ndër 5 shkollat që kemi pas pavarësisë. Zyra e psikologut, drejtoria, pikturat e nxënësve, nxënësit duarar dhe ka marrë vendin e parë. Shumë të talentuar. Vendin e parë. Imagjinoni tani shumë. Edhe këto janë pikturat e nxënësve. Të gjitha me radhë. Ja ku i keni dita e alfabetit, gjua shqipe. Zysh, më kujtohet atëherë që kishte tabelën e nderit ku ishin nxënësit e dalluar. Nuk e di a vazhdon ende kjo traditë këtu. Shiko, kjo traditë në fakt neve kemi faqen tonë të Facebookut të shkollës. Dhe gjitha ato arritjet i kemi të publikuar në çdo olimpiadë që neve bëjmë. Më kujtohet kjo tabela, zgjedhimi i foljes kam, nuk e dëgjua jon shqipe, unë pas kësha, unë pas kam pasur, unë do kem pasur, unë do kisha pasur, do të kisha pasur, do të kem pasur. Nuk e di, domethënë gjua jon shqipe është një nga gjuhët më të bukura, më të vjetra, dhe më të vështira thuhet nga të huajt për ta mësuar. Kemi thënë që është një gjuhë indo-evropiane. Domethënë gjua shqipe është gjua indo-evropiane më e vjetra në Europë dhe pse jo në botë. Tani unë nuk të lë të ikësh pa ullur dhe biseduar pak për mua. Patjetër. Hajde, vazhdojmë. Tani fillojmë apelin. Angela, Claudio, Denisa, Fatosi. Ç'le Fatosi? Fatosi vjen gjithmonë në orar. Hyr. Fatos, po ti? Zysh më fal, jam pak me vonesë. Pse çka ka ndodhur me ty? Tani jam bërë i famshëm, jam pak më i ngarkuar. Wow, e kuptoj angazhimet e tua, por mësimi është i shenjtë Fatos. Të kërkoj ndjes, a mund të hyj? Atëherë mund të ulesh. Patjetër. Faleminderit. Vazhdojmë mësimin. Gjonja, e ke librin? Se e ka marrë në shtëpi. Kështu shkruaj kjo mendet e fama. Hare, ka marrë fama ty. Fatos, sot ne nuk do zhvillojmë orën e historisë apo të gjeografisë zakonisht. Pse? Sot ne kemi orën e fatosologjisë. Do flasim për mua. Më the që erdha me vonesë se jam VIP, atëherë VIP-at janë fatosologjistë. Zysh, si të kujtoha mund si nxënës atëherë. Fatos, gjatë procesit të mësimit është dhe një rubrikë që duhet të vlerësojmë, të motivojmë nxënësit për të përgatitur për orën tjetër. Dhe një moment unë duke të psikologjisur, motivoja Klajdin, motivoja Angelën,
Dhe ti ishte një moment që prisje që të motivoja, dhe unë heshtja. Shikoja të lexoja aty me gjuhën e fytyrës dhe të thosha, Fatos, po ti qa ke? Po ja, jo, dhe enkas jo pa qëllim unë të dhonoja pjesën e motivimit, që ishte armë suksesi për mua, se të motivosh nxënësit është armë suksesi Pra për ti e mësuesin. bëje me qëllim. Me qëllim. Më lije mua për në fund. Sepse ti kishe një ambicje të mirë në vetvete dhe mua kjo gjë më pëlqente. Kjo është çelës suksesi për çdo nxënës. Dhe nuk e di kisha një besim tek ty dhe tek nxënësit e tjerë, se dhe ato keni qenë një brez që vërtet keni arrirë. Dhe ne me brezat që masin punën tonë. Ne nuk e masin sot punën, ne e masin me ecurin e brezave. Dhe duke të parë ty me këtë lloj fatosologjie, që do të thotë për mua është krenari. Nuk e ish një nxënës. Çdo brez këtu shënon gërmën jetësore të vet. Dhe çdo brez ne duam që t'i lavdërohet brezit tjetër. Dhe kjo është krenari. Unë të falenderoj shumë zysh për fjalët e bukura. Mua më kujtohen orët e mësimit me ty që ishin ato orët që iknin sa më shpejt, kaloni më aq bukur, edhe ka qenë gjeografia një nga lëndët e mia më të preferuara. Shumë falenderit, vërtet, kur një orë mësimi nuk ndihet, ky është çelës suksesi. E lidhja çdo gjë, orën e mësimit, librin me duke e konkretizuar. Gjithashtu, ju kam çuar tek Kalaja e Krujës. Atje te Kalaja e Krujës qyteti që bëhet të zgjatë, gjithmonë ju shikoja, ju lija me sy të lirë, gjithmonë. Këtë do thoja, ti na lije gjithmonë të lirë, nuk isha zysha që ishe gjithkohë Ajo e shumë e frikshme. E frikshme që boça do bëjnë nxënësit, por jo. Unë ju keni qenë kaq nxënës të edukuar dhe unë ju thosha diçka që nuk do shkoj tek unë, zëri im pak i ngritur, është diçka nuk shkon dhe ju ishit me kaq të edukuar. Dhe unë ndaj dhe ju çoja me por ekskursione, do më keni treguar qytetari dhe edukat, dhe kjo rrjedh është baza, është familja. Se lushnja dhe karbonara më sa kanë nxjerrë shumë figura të ndritura dhe të historisë. Le të flasim pak dhe për ta. Atëherë, në kongresin e lushnjës, Sheh Ibrahim Karbonara ka qenë ai që ka bërë lutjen e parë. Kur është kongresi dhe tani çeta e Myzeqes, unë gjithmonë ju kam thënë juve, në dejet tuaja rrjedh gjak patrioti. Dhe ky gjak patrioti ka ndihmuar në mbarvajtjen e kongresit. Të gjitha fiset e Karbonarës, Sulejt, Çelët, Shemlerët, Sheh Ibrahim Karbonara, Mankot, të gjithë kanë kontribuar në ruajtjen e kongresit për mbarvajtjen e tij. Aqif Pasha Elbasani ka ardhur tek Sheh Ibrahim Karbonara me ne të tëra i mirëpritur këtu nga sofra e Karbonarës. Zysh, unë të falenderoj shumë që e bëm këtë Ishte bisedë shumë bashkë. kënaqësi. Është një shkrenari për mua për fatosologjin. Uroj Gjithmonë për fatosologjin. Gjithmonë për fatosologi, uroj të takohemi dhe në të ardhmen të Patjetër. festojmë Jeni sukses të mirëpritur. bashkë. Je Jeni shumë e mirë. mirëpritur. Shumë Shumë faleminderit. faleminderit dhe juve dhe punë të mbarë. Të uroj shëndet dhe sukses. Shumë faleminderit. Ndërkohë ne tani do të rikthehemi me aventurën e radhës. Është episodi i fundit dhe nuk shkon ndryshe pa një aventurë në fshat. Dhe lushnja ka fshatra plot. Çfarë do ndodhi? Le ta ndjekim tani. Fshati i parë është Qinar. Gjithmonë unë me këto rimat e mia, por shikoj se jam bër ujë me djers, sepse një kryetar bashkie duhet jetë këtu në terren, të jetë i djersitur, është fikse si ajo, punë me djers. Unë po shoh shumë sera në horizont, të shohim nëse njerëzit çfarë kanë mbjellë në ato sera, shalqi, bostan, moll, jo, moll nuk ka, nuk mbjellet në sera moll, shkojmë. Erdha për të parë jetën e vërtetë të fshatit. Zbathur jeti? Jo. Qa po bëni, ju po mblidni tubat këtu për të kaluar ujë? Qa do mbillni këtu? Presh. Presh? Po mirë, lushnja mbahet për shalqiti, pse mbjell presh? O, lushnja madhe për presh. Edhe për presh, ë? Byrek me presh apo byrek me gjizë? Ore, si ta duna ta, me gjizë me... Pa i s'po shkon as për gjizë, as me presh. Gjumë. Ju, ku i keni fëmijët? Jashtë? Ne me grim. Ne migrim? Vetëm ju të dy jeni këtu? Ne punojmë me lop, me dhi, me dhen. Lop, dhi, qa keni tjetër? Ja, sera. Sera, qa ke mbjell të sera? Bostan. Pse bostan dhe jo shalqi? Shalqi nuk po shkon. Nuk po shkon, a? E ta provojmë me këtë, na. Ta provoni njërë me bostan. Pra lushnja të dashur mi që ka kthyer pllakën nga shalqi në bostan.
Edhe presh. Edhe presh! Është hyrë presh, trendi 2026-ës, ver vjesht presh. Të provoj mirë. Rëndësi ka që keni njëri tjetrin dhe shkoni Ajo mirë. dit, ajo dit. Që kam tena. E ke, ha? Ja të ka bje qafët. Kape pra për qafe! Hajde! Një poci! Lushnjarët janë gentlemen, ju a kam thëmë, po s'më besoni. Bravo, e tregove, tamam. Pa shu e bëjt që Ka ta hedhë unë ka. Ja ty, aty që kam edhru. Ku, në vend, po. Po. Heste tjetra. Kore po duke putori. Kore putori njëri putori. Ha, po e bëj mirë. Po shumë mirë. Shumë mirë po bëj. Ta shish mosha ju për punë. Ta njësh mosha, po s'ka. Vend punoni ju, po punojmë në pleqëria. Serinia iku. Po ne kemi mendjen për dupsi. Qa dupsi, po qa... Me të kërcye. Nuk shje, qa këzim, po tu nuk shje do dhe. Okej, jam okej më duket, jam okej. Po. Okej. Ja, qo si në mori një pleqërinë. Ja pra, çfarë bën një lushnjari vërtet për popullin e vet? Po e lushnjari ishtë edhe putor, edhe zemërbar, edhe mirë pritur. Për lushnjë! Lushnja për para. Këta te projmë duket. Ko t'jemi lushnjane? Ha? Ko t'jemi lushnjane? E vërtet. Lushnjar dem baba dem. Dem baba dem, punëtor. Këtë shprehje se kam kuptuar, çfarë do të thënë dem baba dem? Kështu kemi qenë, trashëgimtar. Dem baba dem, kemi qenë njerëz mirë, edhe jemi. Absolutisht. Shumë faleminderit, ju uroj punë sa më të mbar. Ty ecë sa më mbar dhe fëmijët i keni sa më mirë. Shumë faleminderit. Ju çfarë po mbillni? Presh? Pas ka plas presh i hapur këtej. Se dhe dy zotrinj andej, si jeni? Si kalon ti, mirë? Po vetëm? Po me këta mjellë. Se ti vetëm fare? Së të ndihmon njëri Burri, kam burrin për shkollë. Ku është? Po shkollë preshin në një farishte. Si mbillet preshja, është i vështirë për të mbjellur? Po ishë, qysh nuk ishë. Lodhim. Lodhem, Gjë sfitojmë, thaj. Pse? Me sa shkon? Me Me 200 lek shkoj. Me 200 lek? E. Si është jeta këtej në Lushnjë? Po mire, qysh ish jeta. Pa, të shtyhim. Shtyni, ha? Qa bëj? Fëmit ku i keni? 3 qupa. I kam jashtë. I ke jashtë, ha? Një kam të në Tiranë. Do më mësosh më pak si mbillet preshi? Do të mësoj. Po. Do mjellë shtia, po do mjellë unë. Unë, moj, ta mësoj, hajde. Shumë. E, po bëj, po si jem surti jare. Ku shota i kjerë dhe të pa vetë? Erdhën vetëmi të pam. Unë me Anifën bëm pak muhabet në kohë që po mbilla dhe dolëm të afër. Të shikon sa e vogël është Lushnja një pllëm. Njihim. Tani pse ka ndryshuar tradita, po mbillet presh dhe nuk po kultivohet më shalqiri? Nuk shkon. Nuk shkon, Ne preshi nuk shkon, po e mbjellim në halli. Ja, halli, unë e vura dhe në bluzë këtu shalqirin, shife? Do në të hamë neve. Po shoku Gomar, Gomar ishtë transport. është transport? Pa. Po është mirë, është ekonomik të pak Po të. ekonomik është. Merë në ushimin e lojë, ja. Që dhejmë ne? Unë të roj gjithë të mira, teci sa më mbarë të pak të në këto që mbolla unë të qelin. Do qelina, do si po i vadita unë Do bëhet preshi për qef, Për qef, për për gjithë dimrin. Ua, pse më njef? Hajde, mi, po hajde. Kush jam, more? Gjithë Shqipërinë e burë. E, pra kam pret gjithë Shqipërinë erdha në fund në Lushnjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Kemi. Si jeti? Qysh je? Mirë. Ti? Quni fatos, sulus. Një babin, mirë. Ja ty të njohën. E di ku shamun, po pse s'ke taku mu ti? Po nuk e di si fytyrë e parë më dukesh, po si Qa di. fytyrë e para, burë, sa e kam gjithë shpejo dhe unë ue. Se ma Unë di. jam burri linditës. Me vërtet? Si jeni ju këtej? Si shkojnë punët? Mirë, ma që tu jemi, bujësia sa. Bujësia? Qa ke mbjellë këtu? Kjo është kopër. Kopër. Po pse kopër? Çudi? Pse? Pse kopër? S'para është E shumë e traktojnë. parapur.
E tregtojnë. E trakton ju ku komplet. A të ndihmoj ju me ndonjë gjë? Çfarë të bësh? Nuk e ka doti, se bëna para tjetër ndaj të ka parë. Më ke parë dhe nuk e bëj dot thot. Okej. Gëzohem dhe kalov si sa më mirë. Dua të di çfarë keni mbjell, kjo është sera juaj? A na tregon po çka ke mbjell aty? Ore të tregoj Xhaxhaj. Hajde. Tani gjithë lushnjarët mbjellin shalqiti, ke mbjell bostan. Çka ke ti që je më ndryshe? Po të mbjellin bostane. Shalqiti nuk mbjellet sera, mbjellet në fushë tabur. E po pse ke zgjedh bostanin dhe jo Po shalqirin? kë mbjellet sera, do të keqë Xhaxhaj. Sa shalqi ke ti këtu? Sa bostan si i bie? Ky është bostan. Tu janë 2000 bim. 2000. Herë sa shitet kilja? A, kila se di sa shitet. Nesër e ke 300. Luan tregu. Sa ka qenë shuma më e madhe që ke fituar ti nga bujqësia? Jo, po pse tregohet shumë? Po zero, sa zero? Zero nuk ka, po hajde. Po në Itali qa punë ke bërë? Gjitha e bën Xhaxhaj. Gjitha? Gjitha. Ja shikon këto i kam bërë vetëm me durët e mi jo. Gjitha të serës. Tani fëmi keti? 4. 4 i pas me jetë. Çuna goca? Kam punur, 3 goca i çun. Pas ke godit të fundit? Tani më Ky thuaj. është në përfundim. Ky është në përfundim, ë? Ky quhet sallator, trangull, kush mund ta thonë, ose kastravec. Kastrave. Ka shumë fjalë, pra kemi sallator, trangull apo kastravec. Zgjidhni nga alternativat. Vilet kështu, vilet kështu. Edhe këta e vjelim në mos të haj ato, vilet Ky është nga ato kastraveca që përdoren për turshi. Për turshi. Interesant, unë vdes për turshi. I merr hungarezi. Këto janë bërë për të vjel tani apo kanë ende punë? Kjo vilet të nesër më sabah, edhe mbi pas nesër sabah. Në sabah? Një ditë po, një ditë tjera vjelun të. Qa orë zjoshti në mëngjes? Në 4. Në 4? Po në 4 s'ka dal dielli, del ti? Tani këtu me kë jeton ti të kjo shtëpia e madhe e bukur? Të kjo shtëpia e madhe jetoj me prindrit e mi, me gruan time dhe kalamajt po ikin një në një. Po ikin, a? Po ikin. Po ma dhjesin. Po pse po ikin, o zotëri? Po ikin keqe Xhaxhaj. Nuk punojnë këtu të sera? Se jam andatska. Dat? Po ja ty pse ta kam bajt? Po në atja maj Xhaxhaj. E vërtet. Më thuj në atja maj. Që është një Itali, erdha. Edhe u futa kësaj pune. Më mirë punoj këtu se sa ndaj. Po mirë, pak tani i ke vën pak dum duket mu, ke marr pak rezultat nga puna. Kështu më duket mua, se di tani. Tani, flasim pak për lushnjarët si janë, si jemi ne. Mirë. Qa karakteristika shkemi? Jemi të fort në psikologjia, jemi shumë të fort. Durojmë, do më thënë, dajak, si që rrimë dhe në sferët punojmë, durojmë dajak? Në çdo kuptim të fjalës? Ja, në çdo kuptim. Jo në kuptimin e parë. Pra jemi njerëz që punojmë dhe në presion, do të thuash. E bëjmë. Më vjen mirë që më mirëpritet dhe bëm pak muhabet bashk. Që ke tip fare. Shumë i keq. Jo, tip fare, i mirë. Po thuhet turu se trame. Ja, ku ka lushnjar të keq? S'ka. Më në fund e gjeta një shalqi dhe tani do iki në shtëpi. Dhe kam me tërmend. Pas si brodha çdo vend, çdo cep të Shqipërisë ka ardhur momenti për ta mbyllur finalen e këtij sezoni të dytë pikërisht aty në shtëpinë time. Kështu që ejani. Ja pra arritëm në fundin e këtij episodi dhe në fundin e këtij sezoni të dytë të Fatostic Albania. Tash që do e mbyll në shtëpinë time dhe kjo është Nala, zemra ime e vogël. Dua të falenderoj Andalen për mundësinë që më dha për realizimin e këtij sezoni të dytë dhe çdo person që ka punuar pas kamerave për këtë program, që nga post production, montazhier, operator, social media dhe çdo person tjetër. E di që jam pak i vështirë, ndoshta ju a kam nxirr jetën se kërkoj shumë, jo po e dua kështu, jo po kështu, por në fund të ditës është e gjitha që dalin një rezultat sa më i mirë. Falenderimi i fundit është për ju që e keni ndjekur këtë sezon të dytë akoma dhe më shumë se sezonin e parë, më keni komentuar sa nga jugu në veri, jo shko këtu, jo shko atje. Jam mundur t'ju plotësoj dëshirat sa do pak të gjithëve. Ne bashkë do shihemi në projekte të tjera akoma më të bukura në Andale, por deri atëherë unë do e mbyll me shprehjen e përjavshme që ndonjëherë lumturia gjendet dhe në gjëra të vogla, si Nala. Pacim. 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 Andale!